Janë të vegjël, por këngët e heroizmat e komandantit dhe familjes Jashari i dinë të gjitha. E disa prej tyre u bën edhe ushtar nën komandën e Adem Jasharit. Krenaria jankutare është ushtria shqiritare. Të vegjëlit nga shkollat të ndryshme të Kosovës të enjten patën një program mesimor ndryshe. Atë e zhvilluan në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Madje disa ishin kujdesur që të vinin shumë të përgatitur. Në qovë gjallë birë, në gjallë masirjen, mas ja këthe në lokin shpinën, a shqiptar, a shumë që vujte, ne mërë zotë bajnë i lutje, nëse ndodhë të ku gjallë, thoj nënës birë, vesh një fjollë. Ndërkaq Fatjon Gashi, i cili është në klasë të 9, mblodhi emrat e 1432 fëmijëve martir e i vendosi në një punim artistik. Si simbolik është shumë interesant për me punu për historinë tonë, sepse të parë ta kanë derdhë gjak për këtë liri që ne sot po jetojmë. Por krahas tyre në kompleksin e historisë e lavdis prapa s'mbeten as të moshuarit. Ky vend i qendresës heroike i bëri bashk edhe dy shok nga Hani e Lezit që me distancë kilometrike që nga pas lufta janë goxha larg, njëri në Kosovë e tjetri në Austri. Dhe kur vemi këto ne frymëzohemi, edhe pse më mosh frymëzohemi. Me shumë dhimbje kam marrë këtë udhtim se kam qenë edhe më herë këtu, po me shumë dhimbje them drejtë mirë, po fal luftarëve, fal dëshmorëve, fal njerëzve të luftës, njerëz të fortë, sot jemi para jush që na merrni intervistë. Të mirë organizuar ishin edhe bashkëluftetarët nga trevat të ndryshme të Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë. Ata shpjeguan mesazhin që familja Jashari ka dhënë për breza. Mesazhi më i fortë është që komandanti legjendar Adem Jashari ka thënë që për atë dheun do të më shkrijnë familjen e gjithçka. E jo më shkrinja dheun për familjen, si dikush për shembull që na përkontuçe. E na për ata kemi obligim, jo vetëm na, po të gjithë ata që janë ulbët fortë këtë kanë obligim të më përkul sa që meritojnë këta, jo vetëm formalisht. 6 marsi shënon ditën e dytë të organizimeve për nder të 27 vjetorit të epopesë së UÇK-s.